Uji është në gratë, do më nga 22 deri në 26 gradë, dhe është i përhershëm, ka dy lloj burimesh të ujin termal, edhe ujin e ftoft, edhe gjatë dimrit, edhe sidomos në sezonën e verës, afërsisht turizmit vendor dhe t'jashtëm i kalojnë deri në 18.000 apo 20.000 turist. Uji është sherus, sidomos për lëkurë. Tash jemi të burimit termomineral i banjës Malishevës, këtë ku kemi na tregu pak ma shumë rreth kësaj banje. Banja, do të thonë, këtu në pishinë ku jemi, edhe emërtimin e fshatit pikërisht buron nga ujrat termal banje. Kjo daton qysh në kohrat e hershme, e cila ka qenë vetëm si pishinë natyrale, ndërsa shumë vend, dikun ka vitet 1970, ka filluar të rikonstruktohet edhe të merr këtë formë tash që ka. Uji është në gratë, do më nga 22 deri në 26 gradë, dhe është i përhershëm, ka dy lloj burimesh të ujin termal edhe ujin e ftoft, nga cilët janë edhe ujësiellëset ku furnizohet edhe një fshat edhe një pjesë e komunës Malishevës. Aja që është karakteristike, do më thonë, që ka shumë vizitor, edhe gjatë dimrit, edhe sidomos në sezonën e verës, afërsisht turizmit vendor dhe t'jashtëm i kalojnë deri në 18.000 apo 20.000 turist për 3 muajt brenda vitit, edhe 2 muajt kryesor që janë verë, korrik edhe gusht. Ndërsa sezoni fillon dikun ka fillimi i qershorit. E përmendë nxehtësinë e ujit, po du me ditë se është uji shërus. Po si mbas atyre të dhënave dhe komunikimeve që i kemi bën edhe me qytetar, uji është shërus, sidomos për lëkurë, edhe për çështje tjera si të lukthi. Kemi shumë banor të cilët vërtet vinë këtu edhe marrin edhe për ujë të pijes, i cili ka ndikuar pozitivisht në shëndetin e tyre. A keni ndonjë rast që ju ka tregu për shembull për lëkurë, këto sëmundjet e lëkurës janë diçka që duken edhe vrehen, domethënë, po që e keni vrejë që me përdorimin e këtij uji ju ka rregullu? Megjithëse raste konkrete ka pas, domethënë njerëz të cilët e kanë pas lëkurën, jo në atë mënyrën e duar fizike, dhe ardha e tyre domethënë brenda këtij periudhe deri në 3 muaj ka ndikuar jashtëzakonisht pozitivisht në lëkurën e tyre, në përmirësim dhe rigjenerim të atyre qelizave të cilat janë kohë nevojshëm, duke përdorur ujin këto edhe për larje, për pastrim, por edhe për pije. Pra këshillohet kushdo që ka sëmundje 3 muaj me vizitu rregullisht banjën, a? Po do të thonë, brenda kësaj periudhe është aja optimalja, ndërsa nëse ka mundësi ajo që ta vizitoj edhe më shumë, do t'jetë edhe më pozitive në ndikimin e shëndetit. Çish e morën mend ato tregimet e të parëve tu rreth këtij uje? Interesant, do më thonë, këtu ne kemi edhe një legjend, do më sidomos në muajin gusht, legjenda është edhe shkrume nga një shkrimtar këtu vendor, për shembull se në muajin gusht, pikërisht në 1 dhe 2 gusht vinë zonat dhe gjithë ditën do më thonë vallëzojnë, për shkak që si më thonë e bëjnë ata hengun e vetë dhe ditën e vetë të shënojnë për shkak se kësaj pasurie jashtëzakonisht të madhe e cila ka falë natyra. Që kanë përdorur ata të parë të këtij ujë, po besoj që kanë pas ma pak informacione se sa tash që dihet konkretisht çka është. Po këtu afër pishinës është edhe mulliri, dhe mullisët të cilët kanë punuar këtu, ata janë ballafaquar drejt për së drejti dhe domethënë kanë arritur të përdorin ujin edhe për pije edhe për shëndet, kështu që domethënë ka filluar dani të zgjerohet. Edhe ka dalë zoni me thonë krejt pjesë. Po, pishina është e vetmja në Republikën e Kosovës që është pishinë natyrale. Dhe në Kosovë nuk ekziston asnjë pishinë e tillë. Prandaj edhe kjo tashmovi që ka marrë për masat e njohura edhe në vend edhe jashtë vendit. Çka kanë qenë planet nashta që më u zhvillu më shumë kjo, se juve si banor çka kishte dashur me pru zhvillime më të mëdha në këtë pjesë, keni një pasuri që po e përmendë vetë se kanë pjesë të tjera? Po dihet fakti se domethënë edhe Malisheva si gjithë komunat tjera të Kosovës
sa kemi 25 vite të dalura nga lufta, prandaj nështë edhe investimet janë të ngadalësume, po shpresoj në kohët e ardhshme do të investohet, do të bëhet zgjerimi i kësaj pishinës, mbasi që projekti teorik dhe zhvillimor nuk është vetëm që tash e kemi, po domethënë edhe në kohën e ish Jugosllavisë ka qenë një plan nga Republika e Slovenisë që këtu të zhvillohen edhe të ndërtohen resorte, restorantësh të ndryshme dhe kjo pishinë të bëhet me kupolë të mbrëmshme që të ketë vazhdimisht shfrytëzim i cila do të ishte e mirë edhe për qytetarët vendas edhe për të tjerë, sepse do të binte ose sjellte edhe përfitime materiale dhe vende pune. Kështu që po shpresojmë në të ardhmen, mbasi është edhe plani teorik për një pishinë gjysmë olimpike, edhe pjesa e zgjerimit të kësaj afërsisht në dikun gati 6 deri në 7 hektar, po besojmë që dal ngadalë me akumulimin edhe të mjeteve, edhe me projekte edhe plane edhe donatorë brendshëm e jashtëm do të arrihet qëllimi që kja t'i plotësoj gjithë kriteret dhe standardet. Nëse nuk gaboj, prurja ujit ka 40 litra, kështu që i plotëson me thonë kushtet në mënyrë që me urrit ma shumë. Po ashtu sipas të dhënave të cilat i kemi dëgjuar edhe nga më të vjetrit, por edhe nëse i referohemi shkrimeve të ndryshme të hidrologjisë të cilën kanë marrë, është ashtu 40 litra në sekond dhe kjo duket që është sasi e mjaftueshme me cilat arrit të zgjerohet, pasi që pjesa e banjës këtu ku jemi ne janë edhe 3 burime tjera jashtëzakonisht të mëdha, të cilat janë të zbulume. Edhe po besojmë që do të jenë ato akumuluese për ta bërë ndoshta një pishinë më atraktive, më të pranueshme dhe më të arritur për mi përmbush krejt nevojat e qytetarëve. Aktualisht pishina është domethënë pjesë funksionale për gjithë ata që kanë interes, kështu që ka hera e parë që unë erdha dhe u çudita me ujin tepër nxehtë që e ka pishina, kështu që rekomandohet edhe dimrit edhe ju them prej shikuesve me ardhë dhe me pa këtë pjesë të bukur të vendit që asnjë sipas na pa deri sot.